Dikudo, edhe në Shqipëri t'i japësh një fëmijë e telefon është bërë diçka krejt normale për prindërit, por pavarësisht kësaj, rreziqet vazhdojnë të jenë të pranishme. Një prej tyre është edhe loja Roblox, e cila në pamje të parë duket thjesht argëtim, por kërkon vëmendje dhe udhëzim nga të rriturit. Kjo lojë elektronike i lejojnë të krijojnë personazhe dhe të luajnë me fëmijët nga vende të ndryshme, por shumë prindër po e shohin se fëmijët po kalojnë orë të tëra para ekranit, duke lënë mënjan detyrat, aktivitetet dhe kohën me familjen. Nuk është loja problemi, por mënyra se si përdoret nga fëmijët. Në Roblox ka edhe biseda me persona të panjohur, ndaj është e rëndësishme kujdesi. Por cilat janë disa nga këshillat e thjeshta që ju duhen prindërve për të ruajtur fëmijët e tyre? Vendosni një kohë të caktuar qëndrimin në telefon. Aktivizoni opsionin që kufizon bisedat dhe kontaktet gjatë momentit kur luan fëmia. Pyesni fëmijën se me kë po luan dhe çfarë loje po bën. Kombinojeni lojën me aktivitetet jashtë ose pushime pa telefon. Por këshillat më të detajuara do t'i dëgjoni në studio me të ftuarit tanë. Që fëmijët qëndrojnë përpara ekraneve duke luajtur lojra të ndryshme kompjuterike, kjo nuk është risi e kohëve të fundit. Çështja është se me përparimin dhe me zhvillimin e pa shembull të teknologjisë, lojrat po bëjnë gjithmonë më shumë të rreqëse, më të bukura, më interaktive, duke i mbajtur fëmijët pikërisht mbërthyer atje përpara ekranit. Dhe fenomeni më i fundit është pikërisht loja që ju ndoqët edhe nga materiali, Roblox. Se çfarë është kjo lojë dhe çfarë po shkakton tek fëmijët ditët e sotme, dua ta shohim sot në këndvështrime të ndryshme. Kam shumë të ftuar në studio, të cilët do t'i prezantoj pa humbur kohë. Fillimisht jam me Disola Arapajn, e cila është psikologe, faleminderit, mirë se vjen. Disola, jam me dy të rinj, me Kaltrën dhe Alvin Dedën, të cilët kanë ardhur mëngjesin e sotëm, sigurisht shoqëruar edhe nga prindrit e tyre që janë këtu pas studio. Mirëmëngjes, mirë se vini. Kaltra, mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Faleminderit që na u bashkove sot. Jam edhe me Ardit Gavani, i cili është ekspert i programues. Ardit, mirëmëngjes, mirë se vjen. Le ta nisim bashk pa humbur kohë me këtë lojë fenomen që ka marrosur fëmijët jo vetëm shqiptar, po në të gjithë botën, sepse është një lojë globale. Çfarë është, pse është kaq e bukur dhe kaq të rreqëse për fëmijët? Roblox është një platformë, do të quajmë më tepër një rrjet social, se ky është ndoshta ndryshimi mes lorave që kemi lozur ne dikur dhe lora që lozin sot. Ndoshta ky është elementi të cilët ndoshta prindrit nuk e kuptojnë dot shumë mirë. Janë rrjet sociale, kanë çate të caktuara, në si rasti konkret Discord që quhet, dhe përfshin një grup të madh moshash, edhe mosha vitet 18 vjeç, që mund të futen në këtë platformë, të krijojnë mini lorat e tyre, t'i shesin, do thonë përfshihet edhe aspekti monetar, gjë që mund të tërheqë adult. Pra mund të fitojnë dhe para nëpërmjet kësaj loje. Po, mund të bëjnë lora të vogla dhe mund t'i shesin, sepse është një platformë. Dhe ideja është të bëjnë dhe lora që janë pak me material ndoshta jo të përshtatshëm për një grup mosh të vogël. Sepse ka mosha pra nga 5, 6, 7, 8 deri tek 15 dhe ndoshta edhe më të rritur mbi 18 vjeç që janë të apasionuar dhe të gjithë bashkë këta mund të kenë një hapësirë ku mund të komunikojnë me njëri tjetrin. Po, komunikojnë, por krijojnë dhe skenaret e tyre, është element shumë i rëndësishëm. Çfarë thotë krijojnë skenaret e tyre? Domethënë që duke përdorur dizajnin e lojës, karakteret dhe mjetet e parandërtuara, mund të ndërtojnë shumë thjesht pa qenë programuar, se pa ditur asgjë nga lojrat, ndërtojnë skena të caktuara, për shembull një lojtar vret një lojtar tjetër në kushte pak ndoshta grafike etj. Janë këto specifikat e lojës, pra që bëhen të rreqëse për po, mund të japi mesazhe të caktuara që për shembull mund të ketë lojra për shembull që vrit shokët e tu bashkëmoshatar etj. Dhe këto për një adult mund të bëjnë ndarjen që të thotë, ok, këtu jemi në lojë dhe nuk kemi pse i transmetojmë këto gjëra në jetën reale. Po për një fëmijë këto mund të kalojnë dhe në jetë reale, siç është parë në disa raste që kanë kaluar, që kanë menduar akoma që mund të bëjnë të njëjtin gjë siç po bënin në lojë. Pra kthehen agresiv përtej asaj që shfaqet atje në ekran. Jemi gjithmonë duke folur për termat të lojrave kompjuterike që të jemi transparente edhe me publikun. Po kam
Alvin edhe Kaltrën në studio, që janë dy të rinj të cilët jam i bindur që e kanë luajtur këtë lojë, nuk i kanë shpëtuar dot trendit. Më trego pak Alvi, sa kohë ka marrë nga përditshmëria jote kjo lojë Robloxit? Po tani varet sepse nga që ka lojrat ndryshme, sepse kjo është një platformë Robloxi, nga që ka lojrat ndryshme dhe ti varesh fiksohesh njërë me i lojë tjetër, edhe si ta them janë si kështu ta bëjnë trurin që ti të fiksohesh pas lojës. Sola, më pëlqen fjala që thot, fiksohesh. Për tamam fiksohesh atje përpara ekranit. Ti e ke luajtur këtë lojë shumë, e ke gjetur veten ndonjëherë në atë pikën që ke thënë sa shumë orë pas kam shpenzuar, ndërkohë mund të kisha bërë diçka tjetër më të mirë? Po, tash kur kam luajtur shumë për shkak se më ka pëlqyer një lojë shumë, edhe jam munduar që ta çoj atë lojë deri në fund. Kam thënë që kam harxhu kohën kot, po. Do ta çoj deri në fund. Po. Kaltra, edhe ty të pëlqen Robloxi? Po, mua më pëlqen se ka gjitha ato lojra që unë i lozi edhe mua më pëlqen ato lojra që ka Robloxi. Kur ke filluar ta lozësh këtë lojë ndje? Që 6 vjeqe. Që 6 vjeç dhe tani je? Sa vjeç? 8. Pra ke 2 vite që të pëlqen që kohën e lirë ta kalosh edhe duke luajtur këtë lojën. Çfarë e bën kaq të bukur atje? Flet me njerëzit e tjerë, loja, apo çfarë është ajo gjëja më interesante për ty? Unë flas me njerëzit, por jo shumë. Ato që i njeh, i flas, por ato që si njeh, ato që i njeh më shumë, unë flas, por më shumë flas me kushërinë se los me të. Okej, luan me njerëzit e tu të afërt. Kjo është diçka e mirë, pozitive të paktën. Disola, është pikërisht ky fiksimi që përmendi dhe Alvi. Çfarë i bën trurit të një fëmije, një lojë kaq të rrejshse në grafika, në interaktivitet dhe fakti që mund të komunikojë nga shtëpia e tij me dikë tjetër që është nga ana tjetër e globit për të njëjtin qëllim? Unë i gjova fëmijët që folën edhe me thënë drejtën nuk e dija me të vërtet janë të ndërgjegjësuar për këtë faktin që çuni tha unë në një moment saktuar më lodhet truri më jep këtë fiksimin kundrejt lojës edhe në një moment saktuar mendoj që kam harxuar kohën kot. Nuk e dija vërtet janë të ndërgjegjësuar apo e dëgjoj nga prindrit që i thonë ti harxhon kohën kot, sepse nëse vërtet janë të ndërgjegjësuar është një aspekt goxha pozitiv. Ajo që lojrat në përgjithësi, po kur flasim edhe për Robloxin, bëjnë tek truri i fëmijëve, është së pari është varësia që krijon fëmia dhe varësia nuk vjen më kot. Vjen për shkak të dopaminës që çlirohet në tru. Domethënë është një element kimik, të cilët ne i japim trurit në momentin që arrim një lloj kënaqësie. Do me thënë, fëmija luar një lojë Roblox, aty ai fiton një kënaqësi nëpërmjet shpërblimit, që unë arrita ta fitoj këtë lojën, e mëson trurin me këtë lloj kënaqësie dhe truri është gjithmonë më tepër në kërkim të kësaj kënaqësie, që të fitoj diçka tjetër dhe kur në momentin që fillon varësia, sepse ti kërkon të luash një lojë tjetër edhe një lojë tjetër dhe fillon të krijosh varësi me shumë faza të tjera loje. Nga ana tjetër, truri mësohet me këtë lloj kënaqësie, këtë lloj nivel dopamine dhe fillon të mos ketë kënaqësi me elemente të tjerë të zakonshëm, siç mund të jetë shkolla, të luash me shokët, sepse është në kërkim gjithmonë të këtij niveli të lartë dopamine që i jep loja. Dhe çfarë bën kjo automatikisht të kthen atë varësinë totale të plot që ti ke nevojë të luash gjithmonë me orë më të gjata dhe nuk e kontrollon dot ti pastaj më. Është vërtet Alvi që ka pasur momente kur të ka shijuar loja aq shumë sa që ke thënë nuk po dal sot të luaj, ku diun, jashtë me top apo një aktivitet tjetër fizik. Më mirë po ri në shtëpi, po vazhdoj këtë lojën, të ka ndodhur kjo gjë ashtu? Në vërtetën nuk është se më ka ndodhur, po i ka ndodhur motrës time për shkak se më pëlqejnë më shumë lojrat fizike se sa lojrat që janë teknologjike apo që mund t'i luash në telefon. Por që ka pas raste që më ka ndodhur që i kam luajtur me shokët e mi dhe kanë qenë lojrat që janë në vazhdimsi dhe nuk të ngelet ajo gjë që ke bërë sot, po të futesh prapë nesër tek ajo loja nuk të ngelet aty edhe a kupton dua që të bëj më shumë se ç'kam bërë. Sepse po ty ditën tjetër nuk do ta kem aq. Pra të shuhen ato rezultatet e një dite më parë. Kaltra, edhe për ty kështu ka qenë, të ka pëlqyer të qëndrosh gjatë në kompjuter për të luajtur, ndoshta kur mund të kesh pasur mundësinë për t'i takuar nga afër shoqet e tua? Po, unë dali, por unë e marr telefonin vetëm kur vjen babi. Vetëm kur vjen babi? Po. Pra je e kontrolluar gjatë gjithë kohës kur luan? Po. Dua të pyes, sa të rinj shqiptare luajnë këtë lojë? Pra është një lojë masive që luhet gjërësisht në çdo familje pak a shumë ku ka të rinj? Mendoj që dhe nëse nuk luhet kjo lojë specifike, luhen lojrat ngjashme, sepse sot të gjitha gati lojrat e brezave, do thosha Z, Alfa e tjerë janë lojra të njëjtës tipologji, janë rrjete sociale. Dhe një problematik për te, domethënë atyre çfarë përmendëm deri tani, është edhe fakti që ka shumë sulme nga predator, nga persona
me tërheqje. Tu doja të ndalesh Ardi, sepse doja të të pyesja pikërisht sa të sigurta janë si platforma, pra sa të sigurt jemi ne që të dhënat tona, nuk e di se sa të dhëna fusin fëmijët atje, nuk vidhen, apo zërat e tyre, mesazhet e tyre, fotot e tyre, merren, keq përdoren, pra çfarë ndodh në këtë platformë? Më tepër rreziku qëndron që për shembull një person që ka tendencën pedofilie, domethënë, të komunikoj me fëmijët e vegjël dhe ta kaloj Pra gjen terren aty, gjen mënyrën për t'ju afruar. Është një zonë ku mblidhen fëmijët dhe nuk është se platformat më ka shumë kontroll kur ti krijon llogarinë tënde, domethënë nuk është se të kërkon ndonjë ID apo të kërkon ndonjë verifikim facial, ndonjë verifikim me fytyrë, dhe kjo e bën thjesht verifikimin e moshës një përgjigje që ti vetë jep. Për shembull disa teste që kisha parë online që i kanë kryer edhe media të tjera, se është bërë problem, jo vetëm në Shqipëri, po është bërë problem edhe në Amerikë, në Londër etj. Dhe në mos gabohem, BBC kishte kryer një test me gazetarët e saj që kishin krijuar një llogari, kishin thënë që jemi vetëm 6 vjeç, kishin filluar të flisin në chatin e platformës dhe direkt kishte filluar një person me moshë të 200 të thoshte që edhe unë jam 6 vjeç, a kalojmë pak në Snapchat edhe komunikojmë pak më shumë? Që është e tmerrshme. Dhe kjo ishte vetëm në minutat e para. Po, Bisora, është normale pra 6 vjeç t'jesh në këtë platformë? S'është normale fare, domethënë unë shoh sot një tendencë të prindërve që e japin smartphone-ët shumë herët fëmijëve. Më thënë, ky është një nga gabimet që bëjnë prindrit, sepse shpesh herë duket si një formë për të argëtuar fëmijën në momentin që ka një punë për të bërë, ose në momentin që fëmija s'ka çfarë të bëjë dhe jap këtë telefonin që të merret me të dhe duket sikur jep një lloj qetësie dhe rehatie vetes në radhë të parë dhe i prish punë fëmijës. Sepse atë që tha zotria që në momentin që ti i jep një smartphone, ti i jep një botë shumë të gjerë dhe fëmija nuk e kupton me kë është në komunikim. Dhe këto platforma, përfshirë dhe Robloxin, pra aq sa ka një chat aty brenda, ti mund të flasësh me çdo aty dhe mund të bësh qofte pedofilis, qofte bullizmit kibernetik, qofte ngacmimeve seksuale që mund të kenë vajzat, sepse ti komunikon me një të panjohur praktikisht. Dhe për aq kohë sa komunikon me një të panjohur, ti nuk e di çfarë moshe dhe qëllimi ka personi tjetër në krahun tjetër. Kështu që kontrolli i prindërve, unë has raste që prindrit akoma nuk e kanë njohurinë se si aktivizohen dhe si punojnë këto platforma. Sa e lehtë është, le të jemi të sinqert këtë mëngjes, për t'i kontrolluar fëmijët dhe për t'i mbajtur larg telefonin, sepse fëmija do të shkojnë në shkollë, ka shok, ka miq atje, të cilët kanë një telefon dhe nuk është e vështirë që t'ja marrësh të bësh një lojë apo të gjesh forma apo mënyra. Unë mbaj mend në kohët tona, po e marr sigurimi të gjithë të njëjtit brez, kemi pasur internet kafet ku të paktën shkonim, luanim dhe prindit ndoshta vinin na gjenin atje. Sot ndryshon pak situata, ke akses kudo në internet, nëpër smartphone, pra është e vështirë për prindrit për t'i mbajtur në kontroll, sado që ne ta theme. Ti the këtë që ne shkonim në internet kafe, dhe është e vërtet, po kohat cilët e shkonim në internet kafe ishte shumë e kufizuar. E vërtet, edhe për shkak të parave që duhet shpenzonin. Parave, qoftë kohës që duhet harxoj aty, do me thënë ka një kufizim. Sot fëmijët nuk kanë kufizim dhe ky është gabimi që bëhet. Do me thënë, ti vendosi fëmijës rregulla, ti vendosësh një fëmijë rregulla sot, nuk është ndëshkim. Është vendosja një rregull se si duhet të mësohet fëmija për të funksionuar siç duhet. Në momentin që ti i vendos një rregull që ti pas mbarimit të mësimeve do të jap telefonit ta përdorësh 1 orë apo 1 orë e gjysmë, fëmia mësohet me këtë rregull. Është e pamundur të mos mësohet sepse ti do ja ushtrosh këtë gjë çdo ditë. Dhe në momentin që fëmia mësohet me këtë rregull, e ka më të thjeshtë. Në momentin që ti fëmijës sot do të dalësh vetë apo sot ke një punë dhe i thua merr telefonin dhe ik vazhdo në dhomën tënde dhe qëndron 5 orë, 6 orë, fëmia mësohet kështu dhe ta kërkoj gjithmonë më tepër. Pra nuk duhet ketë keqardhje se fëmia po mërzitet pse ne nuk i kemi dhënë telefonin. Çdo rregull e bën qoftë fëmijët, qoftë rriturit këdo, e bën që të ketë një vlerësim më pozitiv. Ja ta pyes pak Kaltën. Kaltra, sa herë të ka bërtitur mami ose babi se po qëndron shumë në telefon? Nuk është se më ka bërtitur shumë herë, për kur rri shumë në telefon dhe e marr për ditë më bërtasin. Të bërtasin. Ti qëndron shumë në telefon duke luajtur këtë lojën? Kur e bën? E bën para apo pas mësimeve? Apo të ndodh që ka raste edhe përpara edhe pas? Edhe përpara edhe pas, por më shumë nuk rri në telefon. Po mirë, si ndihesh? Vjen një moment që lodhesh nga kjo loja, të shpërqendron nga mësimet? Si e ke parë vete? Pastaj më lodhe në duart edhe sytë se përse
do shumër që të zjatet ke loj. Alf, ti besoj që ke edhe më shumë eksperiencë në këtë drejtim, edhe besoj që i ke kuptuar ndoshta gjërat që ke bërë gabim në të kaluara, ndoshta orët e tepërta të shpenzuara në telefon duke luajtur këto lërat, ndërkohë që mund të merreshe me diçka tjetër apo t'ja kushtoja të kohën shkollës. Bën një reflektim tani në moshën 15 Bëj reflektim edhe e shikoj ke motra ime, sepse nuk dua që motra ime të merret me atë telefon, sidomos me Robloxin njerë, po edhe për sa i përket sigurisë, Robloxi ka dhe filtra vetë, për shembull që të mbaj pak të sigurt, po prapë është puna tek chati kur flasin që janë në përloj. Sa funksionon? Se unë e di që mosha juaj përpiqet t'i bëj driblime këtyre filtrave dhe bën ato setape apo i rregullon lojën ashtu siç dëshiron, pra siç e ka ai qefin edhe për të pasur interaktivitet me të tjerët, apo edhe për të luajtur në kategori lojrash të caktuara, pra sot gjendet mënyra, Alvi, apo jo, për të arritur atë që do nëpërmjet këtyre lojrave. Tashi, për moshën time nuk besoj se është ndonjë problem i madh, për shkak se ne kuptojmë se ç'është e mirë dhe ç'është e gabuar, po për moshën e motrës. Për kaltrën mund të vendosen filtra që ta ruajnë atë. Po, që ta ruajnë. Ardit, është e vështirë për t'i vendosur këto filtra? Nëse në fund të ditës nuk është procedurë e lehtë, po këto janë, do të kemi parasysh që janë kompani shumë të mëdha dhe janë të mirë paguara, kështu që nëse duan të fusin filtra të shumë të fortë, mund ta bëjnë, patjetër. Është në fund të ditës lojtarët janë në platformën e tyre dhe do ndjekin rregullat e tyre. Por le të kemi parasysh që janë platforma të ndërtuara dhe të konceptuara në fillim për fëmijë dhe u intereson pak ta mbajnë të lirshme, mos ta bëjnë shumë ndoshta rregullat, ligjet, kontratat. E bëjnë gjithmonë më pak të rreqë se lojën. E bëjnë më pak të rreqë dhe janë element të botës së të rriturve. Dhe ka diçka për shkak që edhe unë vetë kam qenë gamer, kam lozur lojra këto. Problemi është që ne kemi lozur lojra të cilat nuk na kanë lidhur me gjithë botën, na kanë lidhur vetëm me grupin tonë shoqëror. Me grupin tonë, pra ne mblidheshim disa shok pikërisht në këto internet kafet, nuk ka qenë aksesin internet kaq i lehtë edhe nëpër shtëpia që të mund të luajë në çdo orë të ditës, kisha atë orarin e caktuar që mund të kaloje kohën. Po dua të di për ju Alvi Kaltra, kur ju vetë zgjidhni për shembull që të mos luani, sa tunduese është kur të merr shoku në telefon dhe thotë hajde të bëjmë një lojë. Kur merr shoku? Ky është gjithë problemi mendoj. Po, tash kur merr shoku, a kupton, ne shkojmë me lut se na thot ai hajde luaj mos më li vetëm ose kështu, pastaj edhe qefin e ka dhe vetë me lut. Aq duhet për të ta rizgjuar atë dëshirën. Kështu ndodh edhe me ty Kaltra? E ke të vështirë ti thuash jo shokëve dhe shoqeve? Me së drejtën unë nuk los me shokë e shoqe. Nuk marr telefon. Nuk luan me shokë dhe me shoqe. Jo, vetëm me kushëriri. Dua të pyesh, Orsola, jemi në fund bisedës, dua disa këshilla praktike. E para njëherë çfarë ndodh nëse ne i lëm pambarimisht fëmijët të luajnë këto lojra dhe si ndryshon edhe sjellja e tyre, reagimet që kanë pastaj në komunikimin e vazhdueshëm të përditshëm, qoftë me shokët, po edhe me familjarët. Po, unë përmenda pak më herët që thash për nivelin e kënaqësisë që fillon të rritet në trup dhe krijon atë varësinë. Duke krijuar varësi detyrimisht ti fillon të kesh probleme me gjumin sepse luan jashtëzakonisht shumë, fillon të kesh probleme me shkollën, pra shkolla nuk të duket kaq tërheqëse sepse niveli i kënaqësisë që çliron shkolla nuk është i njëjtë me atë që çliron lojrat, janë më të larta. Ana tjetër ka efekte dhe element në gjendjen tonë emocionale, gjendjen e fëmijëve, çka do të thotë që në momentin që ti luar një lojë fillon të kesh agjitim kur humbet, fillon të kesh atë stresin, atë agresivitetin dhe nëse i shikon shumicën e fëmijëve në momentin që humbasin një lojë dhe nuk ja dalin ose krahasohen me shokun që ai fitoi dhe unë nuk humba, fillojnë këtë ta shprehin edhe në format e veta të agjitimit fizik. Në rivalitet pastaj dhe rivaliteti sjell dëshirën për të perfeksionuar të kjo loja. Për të perfeksionuar fillon ti pastaj ke një vetvlerësim më të ulët se mendojnë që shoku fiton gjithmonë. Është më i mirë se ty. Unë nuk fitoj, pastaj ka pasojat e veta sociale, që unë përmenda pak më sipër që ishte pjesa e bullizmit kibernetik, pjesa e ngacmimeve seksuale. Unë ndërkëshillat që do kisha për prindrit atë që thash vendosja e rregullave pa diskutim është një nga elementët më të rëndësishëm, kufizimi i kohës, pra vendosja prioriteti tek libra, do thuash që sa e vështirë është kjo në praktikë. Është e mundur nëse fillojmë gradualisht me fëmijën ti vendosim një rregull, ta mësojmë që shkolla ka prioritet, pastaj mund të luash një orë gjysmë me këtë, po kaq është e mjaftueshme. Ka ana tjetër është edhe shembulli patjetër që i japin fëmijës në momentin që ka prindër që qëndrojnë në divan dhe luajnë. Gjithkohon vetë në telefon. Fëmia e konsideron një gjë normale këtë, kështu që nuk mund. Absolutisht, ndoshta kjo është edhe këshilla më e mirë që mund t'i japim mëngjesin e sotëm. Disola, Ardit, unë ju falenderoj shumë
Alvi Kaltra, faleminderit që na erdhët sot në studio për të na ndihmuar për të folur për këtë temë, e cila sigurisht nuk mbyllet këtu, edhe heqja, prerja ose të mbyllurit me thik nuk është zgjidhje sepse gjithmonë do gjendet një mënyrë, ama moderimi, balanca midis jetës shëndetshme edhe këtyre lojrave që janë pjesë e jetëve tona, duhet gjetur pa diskutim për një jetë shëndetshme. Ju falenderoj edhe një herë gjithëve që ishit në studio. Ecim me programin sepse do të shohim pa humbur kohë tek horoskopi, do të shohim pak se çfarë parashikojnë yjet për shenjën tuaj. Këtë të enjtë.